Pa pritur, në hol kalon ky, s'kishte lidhje fare me mua në atë rast edhe lëshoj një ofendim, domethënë. Unë e kalova ofendimin me iden, kena gjë, po hajde ulu në tavolinë, mos fol në këmbë. Në atë moment ai u largu dhe ulu në një tavolinë aty me, nuk e di se me kë ishte, se nuk e vura re tavolinë, se unë ishe me shpinë nga muri. Dhe kur u kthy për s'dyti, u kthy në mënyrë agresive me fyrje me shara, normalisht që unë i dash një të shtyr, aq sa kisha unë mundësi ta shtyja, që mos kishte konflikt. Pastaj kuptohet që supremacia gjatësisë, kam thonë unë ndonjëherë, por ndërhyri sekretarja për siguri dhe mbrojtje, që siç thash që është kryetari i Delës Tropojës, dhe është ajo zonjusha që e mban, domethënë që të mos kishte konflikt, se jemi në hollin e një hoteli që është i pari jo vetëm në Tiranë, por edhe në Shqipëri. Pra nuk deshim incident. Dhe në atë moment ju shihni që unë distancohem për të ikur incidentin. Ndërkohë që vazhdon me fjalë fyese, tenton të jap një shqen, por lëvizja ime, siç e vini re, domethënë i shpëtoj asaj goditje dhe ndërkohë ndërhyn forcat e sigurisë, të cilat unë duhet t'i falenderoj.